Një tjetër arrestim i rëndësishëm është realizuar në Greqi, ku është kapur dhe ekstraduar në Shqipëri shtetasi shqiptar Marinel Demiri, 39 vjeç, banues në fshatin Pojan të Korçës. Ai ishte shpadur në kërkim ndërkombëtar për akuzën e plagosjes së rënd me dashje. Demiri ishte përfshirë në një konflikt të dhunshëm me sende të forta në Pojan në vitin 2021, gjatë të cilit një 75 vjeçar me iniciale AZ humbi jetën tragjikisht. 75 vjeçari kishte ndërhyrë për të ndihmuar djalin e tij gjatë përleshjes me të rinjt, por fatkeqësisht u plagos rënd dhe nuk mundi të mbijetonte plagëve. Pas një periudhe hetimesh dhe bashkëpunimit të ngushtë me autoritetet greke dhe Interpolin, Demiri u arrestua nga policia greke. Ai ishte i dënuar nga gjykata e apelit të Tiranës me 5 vjet e 6 muaj burgim për veprën penale, plagosja e rënd me dashje. 39 vjeçari ka mbetur të vuaj dhe 4 vjet, 5 muaj dhe 18 ditë burgim, pasi ka kryer pjesën e dënimit që i ka mbetur. Arrestimi i Demirit është rezultati një operacioni të koordinuar mes policisë shqiptare dhe autoriteteve ndërkombëtare. Ai është ekstraduar në Shqipëri dhe do të vijojë vuajtjen e dënimit në vendin tonë.